Marrë në Gjakov mësë me taku Ylka Kuqin është e pamundshme. Kështu që Ylk, mirë se erdha në qytetin tënde. Mirë se erdhët, edhe mirë se më gjete. Ylk është hera e treta e vërteta unë që po vinë në Gjakov, por kësaj here ma ndryshe. Besoj dhe uroj që edhe shikuesit po kalojmë bashkë mirë, bashkë me një kafe me labin në Gjakov. Kur jemi të Gjakova, pse Ylka në Gjakov? Pse në Gjakov? Pse ku duhet tjetër? Në Prishtinë është pak ma gjallëni, po ma in, ma fashion, e bashkë përqëtohën e vëdu më dhe në Gjakov, kunder fashion, kunder trendit. Se di bro, është baret njëri qysh njët, edhe me tonë drejten, puna jonë është, kudo që t'jeton është njësoj se ki më udhëtu gjithqysh. Ki më shku, janë Prishtinë, janë Tiranë, janë Shkup, janë diasporë, kështu që nuk më varet shumë ku jeton, se mund është mi më rri njëjtë gjitha vendet. Njëtën koha bën më shku, si pi Prishtinës në Tiranë gati, po thuj se, si prej Gjakovës. Edhe i kom familjen, i kom rrethin, gjithë shka më lidhë këtu. Nuk më ka kriju shumë problem se jam në Gjakovë, nuk jam në Prishtinë, saj përket karrierës, kështu që s'po di, Prishtinë jam shumë shpesh. Me këqyr halal ma shpejt ki mërinë për intervista kur kom cilë ti se atat Prishtinës. Po, apishe. Kështu që nuk ka rol. Po, okej, e bona një pyetje për shkak që pse? Jo për faktin që jam lokaliste. Jo, absolutisht. Po veç për arsyna tjera ma praktike, diqysh atin. Edhe nuk është të thonën që në njët ardhme s'ko me qenë Prishtinë, s'ko me jetu në Prishtinë, mirë po deri tash kom jetu mirë edhe në Gjakovë edhe i kom pas punë të mirë, s'kom pas në arsyme ikri Gjakovës. Okej, pse duhet më arë me vizitu Gjakovën? Pse duhet? Po. Nëse se keni kuptu dhe që ta Unë e po. Gjakova dhe pse është qytet i vogël, ka shumë gjana të mira me i përjetu, nështë ta mundet njeri me i vrejt vish kur vjen, edhe i she, nështë ta rinë edhe najnat me bujt, edhe mande e merë virusin e Gjakovës edhe ka me lyp shumë shpesh me ardhë. Do më thonë është një vend që nuk mjaftën mi bu një gjiro në për qytet, edhe me vrejt të mira që ka Gjakova. Duhet pak ma gatë, mu mishnu mu. Mu mishnu. Ylk, sa del, kështu dhe më thonë, edhe gjatë ditës edhe gjatë mbramjes në Gjakovë? Ditën del ma shumë, natën ma pak, nështë edhe për arsyen se jam shumicën e angazhimeve në muzikë i kom natën, kështu që ditën dal ma shpesh për kafe, mi taku njerëz bashkëpunëtorët edhe me njerëz të mi, me shoqnin, po natën dal ma pak, zakonisht natën bjen me qenë angazhume, mirë po kur kom dal në herë me nej dark ma shumë, nuk i frekuentoj shumë klubet, diskotekat në Gjakovë, edhe pse, do me thonë, kom një që po bëhet shumë mirë po nuk kom pas kohë në shku. Nejat e mira, si në Gjakovë s'bojnë kërkun. Edhe verës lab jam gjdo natë angazhume, kështu që atër janë nejat ma të mira dhe unë që ato i hupi. Mundona mi kompenzu ka njerë kur të mbjen me pas kohë të lirë, me shku në Prishtinë, është pak ma ndryshe jeta natës, në sezonën e dimrit po foli. Edhe kur dali jashtë Kosovës, e shioj pak ma shumë jetën e natës. Ylk, unë e di se sidomos ata diasporës, cilët vinë që jetojnë jashtë Gjakovës, jashtë Kosovës, edhe sidomos kur vinë Gjakovë, me në presin marë për shembull që tu ku jena unë e ti në Oksigjen, në Qabrat, edhe me po këtë Gjakovën, mu shmallë për një herë. Po. Kështu që ka ndodhë kur ke qenë jashtë Gjakovës dhe me thonë, që këj djeni në Qabrat, nalë ta shikoj krejt komplet, qështu që shpeshojmë sëtë. Për neve nuk është tash një atrakcion shumë i madhë, se vim shumë shpesh, mirë po për ata që jetojnë është ta gjysën e vitit ose ma tepër jashtë Gjakovës. E jënë të këti vendi normalisht e kanë mall, edhe kur të vinë qëtu e kanë krejt për një herë, që është një parë ngopje fillestare, mas ne e shkojnë të i këshyrë vendet tjera, të zbritë e poshtë. Veç është bukur, kur vjen qëtu dhe që është bashkë me bohu. Mushësh me Oksigjen, ajrë me të mira, me kretë mira. Ylk, fillimet e tuja
Gjakova t'ka përkra? Po, normalisht, mos me pas përkra Gjakova, nështë nuk isha marrë zemër me tregu ato që ka mëj me bo jashtë Gjakovës. Kom fillu qyshe vogël më marrë me këto aktivitete, edhe normalisht që të partë kanë qenë mësust, kanë qenë organizatorët e koncerteve, cilët janë gjithë prej këtij qyteti, prej Gjakovës, edhe ajo ka qenë përkraja ma e madhe. Mos flasë për shoqërinë, për njerëz më të afërt që më kanë përkra në vazhdimsi e që janë prej këtij qyteti. Kështu që kam një përkraje shumë të madhe prej gjakovarëve, prej qytetit tem. Vazhdojnë edhe sot me pas njëjtën përkraje, kjo është një gjë shumë e mirë. Po, njëjtë do me thonë përkrajen, jo vetëm Ylka, po përgjithësi familja. Për shkak se në anën tjetër, unë sot hera e parë është, po më duket që kur vinë Gjakovë, Ylkën e kam vetë. Pa zeqen, pa valin. Po thua? Po thu vetë jo ma? Në kuadrat e emisionit nuk jem vetë, se është intervista edhe me vjerin e Ylkës. Kështë pa dikën të Ylkës është e pa mundshme, po më duket. Shka më bo kemi qëllu që shto. Shko të baba këna, shko të buri këna, që ka mërë vesh kjo punë më Ylkë. Se vdo, gjithë ka. Jo, që të zamrat këna gjithmonë. Knacive që ka njërë është edhe ashtu një farë konkurence. Edhe ti sot intervista, po edhe unë e kom sot intervista, edhe ndi qysh ka dole bërse për du mi pas me mendjen dhe qune. Ja, së është punë. Stash pështova pi babës e pi vllaut e pi familjes kuqi, kur shkova këtu tash vjere ka formu grupin e vete, gjithë natë, ku kime kënuti sonte, unë jam në këtë dasim, edhe unë e kom e shku këtu me këtu, tash. Po mirë, knatësi. E bukur. Me qenë mes artistave. Po, definitivisht është ndjenjë edhe një përjetimi bukur. Ylkë, qa ka të rej kohën e fundit? Jetë të punu diçka? Kohën e fundit, kom qenë shumë angazhume me aktivitete me performanca live, me ahengje, me koncerte. Kom punu një kongë për vitin e ri në 21 që kom gjyru, është vetëmi gjyrim që e kom bota se i kongë. Jom të përgatit një kongë, muj me thonë që është shumë e bukur, është një balat që ka punu me mjeshtrit jashtë zakonshme Florent Bushnjaku. E normalisht mas pare 21 keni me pas knatësin, me pas edhe me lancu, edhe gjithë adhërust do të ashojnë për mes televizionit 21 videoklipin, i cili besoj së shpetin është ta deri muin e arshëm veç do tel. Okej. Ylkë, e fundit pyetje është e emja, pas kësajna dhe më thonë që qaka të trejave, 3 gjërat të cilat s'kishe dasht mi pa në Gjakovë. Shka s'kisha dasht me pa në Gjakovë, s'kisha dasht me pa njerëz të dëshpërum, s'kisha dasht me pa njerëz që shpresojnë shumë e marrin pak, s'kisha dasht, thjesht kisha dasht mu shoqëru në Gjakovë ma tepër me njerëz që punojnë, po mendoj nuk është që nuk ka njerëz që s'punojnë, edhe ata që nuk punojnë nuk është që e bojnë këtë punë prej knatësisë, po prej pamundësisë. Kështu që veç kisha dasht me i pa tu gjallënu, se me të vërtet ka shumë brum të mirë në këtë qytet, si në kretë Kosovën. Ka njerëz që kanë dëshirë shumë të madhe me bodi shka ndryshe, sidomos rinia, kështu që aty më dhem pak që nuk isha pak ma aktiv, edhe kjo është një dëshirë që kisha dasht për trit, sidomos qytetit tim. Ylkë, unë e di se na mujmë me vazhdu edhe me zgjatë, po qatë shumë mësafir që kam sot, sa që edhe qatë dilem që kam pas, për shkak se po milnohet kjo, apo po milnohet kjo, po unë kërkoj falje, ndoshta për shkak se 3 orë, gjithë këta njerëz që të japin kontribut edhe janë pjesë e Gjakovës, ata që cilët nuk janë sot pjesë e jona, kërkoj falje, por një tarme pse jo edhe ata do t'jenë. Mu po më vjen shumë mirë që i kiftu i pa shumë musafirë që kanë me qenë sot edhe kam jo punësia me bisedu me ty, se e di që dojnë shumë. Ty edhe televizionin 21, kështu që shumë mirë që unë e kam mundësin marrë edhe në studio shumë shpesh, edhe shumë shpesh jemi në permisione bashkë, nështë ta musafirë tjerë shumica për tëne ju ka dhonë rasti sot me qenë, kështu që me knatësi ju lëshoj radhen tjerëve. Ylkë, faleminderit shumë edhe vish për të mira. Takohemi kur të bëhet edhe videoklipi. Gjithçysh, faleminderit Lab. Faleminderit.